Të ftuar sonte në komitet janë dy analistë, sipas ekspresit për më të mirëve në Kosovë. Njëri avokat, tjetri ekonomist, Dastit Pallaska dhe Lumir Abdigjiku, mirë se erdhët në komitet. Faleminderit. Roma. Masit kam afër, çu pove së zgjedhjen e Thoçit, Dastit. President. Tragjike si gjithë mandati i tij deri tani shumë. A ke prit? Realisht unë se kom prit që kam më shumë. Lumiri në emision që kemi pas më herët, kjo ja ka qellu dorën në zemër. Unë se kom besu që kam përfundu në këtë formë, që opozita dërzohet, kjo zgjedhjet edhe gjanat kthehen në një farë normaliteti. Ata ka marrë mendja që ka marrë çështë. Po nuk besoj që gjanat janë normalitet. Do thonë zgjedhja e tij unë e kam konsideruar si një fitore të pirës, edhe besoj që zyra e presidentës për të do të jetë më e vogël se qelia në burgu. Çfarë kuptimi? Kuptimin që do të jetë, domthonë, gjatë gjithë mandatit i kontestum, edhe paka shumë gjithë kohën që do të kaloj aty, do të punoj një farë mënyrë për të shmangur proceseve gjyqësore, cilat janë duke ndjekur pas si hija dhe cilat janë arsyeja kryesore pse ai po kërkon strehim në një zyrë prezidenciale. Jo, Lumiri Berati tha që e keni parashikuar zgjedhjen e Thoçit. Në fakt, a keni parashikuar ose a keni besu që zgjedhja e tij do të aprish opozitën ose do të amortizoj tensionin që ke, do të shfryj gjitha tension që ke para zgjedhjes tij, ndërkohë që shumica kanë menduar të kundërtën. Percepcioni gjeneral në Kosovë ka qenë se zgjedhja e tij ose të paktën dita e zgjedhjes së tij do prodhonte një përplasje të protestuesve që kishte nisur ditë në mëngjes, kanë përshtypjen para selisë së Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe absolutisht edhe me edhe ato përplasjet aty. Tash për mua të paktën në bazë një marrëveshje politike LDK-PDK ka qenë diçka shumë e pritur, por në bazë të deklarimeve të deputetëve kishte ngjallur dyshime dhe një farë doze të paktën percepcionit se një gjë e tillë mund të stopohet. Teknikisht raundi i parë i votimeve ishte ai më reali, çfarë forcat politike në vërtet mendojnë për të. Gjithsesi ishte një proces i jashtëzakonshëm, pra një zgjedhje e jashtëzakonshme në një proces të jashtëzakonshëm që prodhon një president të jashtëzakonshëm. Pra zoti Thoçi është gjithçka veç se një president i zakonshëm, sepse nuk është as figurë e unitetit, nuk është as figurë që bashkon partitë politike, mendimet politike në Kosovë, por në fundit nuk është as figurë që i kënaq as votuesët e vet. Votues në parlament, pra të njëjtë që kishin dhënë votën, kishin thënë se nuk janë të kënaqur me zgjedhjen. Pra rrumbullakon gjithë procesin e zgjedhjes së tij. Për mendimin tim, ne kemi humbur një institucion të mirë, të paktën definuar si të unitetit, i cili do të gjendej në situata të rënduara siç i kishim tani. Pra, ky president, e kemi thënë shpesh edhe me Beratin në emisione, për dallim pra zonja Jaga, presidenti janë në ikje tash, në shkuar, pra, e cila nuk ishte presidente e unitetit, nuk ishte as presidente e përçarjes. Zoti Thoçi gjithë karrierën e tij, gjithë pozitën e tij politike e ka të përçarjes. Pra unë shoh më tepër përçarje në rolin që e ka se sa unitet dhe bashkim. Nëse unë në kuptimin që a ka mujtë kjo opozit me penguzjen e zotit Thoçi si president? Jo, po me shërby zgjedhja e tij si një gjenerator tjetër i ri i krizës, po jo, sepse këtu mobilizu opozitën hala më shumë. Problemi këtu, jo, domthon kjo opozit nuk ka kapacitet as me i bë opozit zotit Thoçi, as me pengu domthon realizimin e qëllimeve të tij politike, për arsye se kjo opozit është domthon prodhim i drejt për drejt i zotit Thoçi apo i politikave të tij dhe rrjedhimisht gjithë këtë debat, cilën edhe gjithë këtë luftë opozit që ne kemi pa këto 2 vite, mund ta quajmë luftë të llojit të vet. Domthonë kjo është një qërrim e sapesh personale të disa protagonistëve, të cilë tani më mund thuhet lirisht po e mbajnë Kosovën peng që 17 vite. Në mënyrë apo tjetër, dhe për atë arsye domthonë lufta brenda llojit nuk mund të prodhoj ndryshime pozitive në shoqëri që mund të hapin opsione të reja për zgjidhje të problemeve konkrete të cilat po presin tani më një kohë. Dhe për këtë arsye unë nuk konsideroj që domthonë që ka ekzistuar ndonjë mundësi reale që kjo opozitë të pengoj zgjedhjen e Thoçit, dhe nuk është çudi që kjo opozitë u shpartallua më njëherë pas zgjedhjes së Thoçit sepse u eliminua edhe një karike tjetër e pushtetit, e cila në fund të fundit është synimi kryesor i opozitës, domethënë zavendësimi i personave që ulen në karikat e institucioneve ndryshme dhe jo ndonjë ndryshim më esencial në kuptimin e politikave tëra apo edhe ideologjive të cilat i përkasin këto parti. Keni qenë tip këshilltar i presidentes Jaga në fillimin e mandatit të saj, kur keni apo
tip këshilltari, kom qenë Në kuptimin, po, në kuptimin ke qenë për një kohë caktuar, pra s'ke qenë absolutisht. edhe me gjas nuk ke qenë as i zgjedhur për saj, ndihma Këshilli Meshëve Ndërkombëtar ka qenë që më shkullë më ndihmu aty. Po këtë do të më të pyet jo për punën atje, po çka do të bëj zoti Thaçi, pra ju e njihni presidencën mirë. Çka mundet më çu presidencës, ose cila do të jetë kompetenca e tij brenda këtij institucioni? Po në kohën kur më është kërkuar, kështu thënë më së buti, me ndihmu presidentës Jahjaga, qëllimi i angazhimit tim, domthonë ofrimin e këshillave kushtetuese për çështje më të komplikuara kushtetuese ka qenë në mënyrë që të mbrohet mandati i presidentës Jahjaga, për arsye se ai ishte i rrezikuar qysh në fillim të saj dhe për këtë arsye, domthonë këshillat apo presidenca Jahjaga në fillimet e saj ishte përqendruar apo kishte një çështje defanzive, nëse mund ta përkufizoj ashtu, që unë nuk mendoj që do të jetë rasti tani me presidentin Thaçi, për arsye se përderisa presidenti Jahjaga nuk i shfrytëzonte edhe disa kompetenca kushtetuese që i kishte në mënyrë afirmative, unë mendoj që Thaçi do të jep një kuptim të ri presidencës, në atë që ndoshta pas 2 viteve do ta konsiderojmë veten që po jetojmë në një vend prezidencial. Dhe kjo përshtypje ime konfirmohet edhe nga gjithë domthonë ceremonia e cila po organizohet për pranimin e detyrës nga ana e tij, e cila na jep një shije që do ta kemi në prezidencë të stilit të presidentit Erdogan, për të mos thënë domthonë presidenti më në lindje nga presidenti Erdogan. Po e kemi këtë pyetje, po saktësisht pa këto kompetenca shtesë, pra pa këtë erdoganizëm, si ta quajmë, çka do të më bëj kur shkon këtu në punë nesër, çka bën presidenti, pra cilat janë kompetencat e zotit Thaçi? Po definitivisht nuk është një post ekzekutiv, në cilin kjo e ka ushtruar për një kohë të gjatë, kështu që nuk do të ketë domthonë çështje me urgjencë, cilat presin vëmendjen e tij apo veprimin e tij. Domethënë dhe për atë arsye nuk është që do të ketë çështje me cilat do duhet mirët me një herë. Tani më disa nga emërimet në diplomaci u kryen nga presidenti Jahjaga, kështu që nuk ka çështje të cilat po presin emërime të zyrtarëve të ndryshëm dhe nuk besoj që presidenti Thaçi do të mirret me çështje aktuale. Unë mendoj që ideja e tij është që të fillon, domthonë që të nis projekte të reja që do të zhvillohen në kuadër të presidencës dhe jam i sigurt që secili projekt i ri që do të niset do të jetë në dëm të ekzekutivit, për arsye se do duhet të merret nga ekzekutivi. Unë mendoj që në këtë aspekt, sidomos zoti Thaçi do të synon që të merr përsipër domthonë rolin apo do të jep një kuptim të ri rolit të tij kushtetues si bartësi politikës jashtme, që besoj që do ta shohim shumë më aktiv në këtë domen, qoftë në skenën ndërkombëtare në përgjithësi, po ashtu në raport me Serbinë apo dialogun me Serbinë, i cili tani më ka ngecur. Një pyetje për të dy. Zoti Thaçi ka afërsisht 2 dekada që është një prej aktorëve kryesor të skenës politike. Në vogël Po, ndërkohë ai tash e ka në një moshë që në fakt për shumicën e njerëzve fillojnë karrierën politike, ai tash është në majë të hierarkisë së shefi shtetit sipas për kufizimit të kushtetutës. A besoni që ai do të jetë thjesht do ta ketë rolin ceremonial përkundër kësaj, apo do të vazhdoj të ketë një rol edhe si në qeveri, po edhe në partinë e vetë që shumë observim me drejt. Unë përkundrazi besoj që kalimi i tij në prezidencë është më tepër shmangje e obligimeve ditore që i ka pas në postin e ekzekutivit, cilën e ka shterë mjaftueshëm. Dhe kur po them e ka shterë, do të thotë që ka shtrirë ndikimin e vet në agjencitë të pavarura, në bordin e ndërmarrje publike, në vendet që bojnë politikën ditore, ekonomike, politike, sociale në Kosovë. Pra, një kontrollim ditor i më të teshëm për to kam përshtypjen se ka qenë i lodhshëm. Në anën tjetër, pozita e presidentit është në termin e imazhit, për çfarë i duhet, është pozitë mjaft e mirë, sepse është pozitë ceremoniale, nuk ka obligime, nuk ka vendime të mëdha, nuk ka ngarkesa të mëdha, domthonë është më tepër përfaqësues, çfarë ka qenë edhe roli i gjithë presidentëve të pas pavarësisë Kosovës, prej zotit Sejdiu, presidentit Sejdiu, presidentës Jahjaga, edhe tash më tutje. Pra unë po shoh largimin e tij më tepër se shmangje e obligimeve ditore që i ka pas në postin e ekzekutivit, dhe nuk po besoj, torën zemër, nuk po besoj sepse nuk i jep e drejta kushtetuese, të paktën baza kushtetuese nuk i jep drejt, të ketë kompetenca shtesë. Pra prap figura kryesore në Kosovë do të jetë kryeministri, i cili do të zgjedhet nëpërmjet të votimeve të drejtë. E tashti, varet se kush do të jetë kryeministër i Kosovës pas zgjedhjes prezidenciale, qoftë në zgjedhjet parakoshme, qoftë në zgjedhjet e rregullta.
Po në qofë se, kemi një kryeministër që është në vit të mendimit njëjtë pra me presidentin, atër ndikimi ti do të kishte edhe më i madh, sepse do të jemi atë fardyshën e Rusisë siç e kishëm Putin Medvedev. Pra kalon njëri kthehet tjetri, pra në aspektin e ndikimit do të ishte më i madh, po nëse kemi një kryeministër nesër që është në kundërshtim me bindjet e tij, atë roli i tij natyrisht do të zvoglohet, sepse po themi është rol më i lartë një rëkin shtetërore, por sa i përket kompetencave financiare, ekzekutive, të vendimarrjes, të hartimit ligjeve, besa është shumë i vogël, nuk është. Apo i shpall luftë saktësisht kompetencave ti me këtë galla organizimi që po e bën. Unë kam përshtypjen që këto po dohen me tregu madhështinë e vet në një pozitë që nuk është as edhe mashtore. Pra duke bërë një ceremoni e para që nuk i ka hije Kosovës, as për shkak të krizës në të cilën gjendet Kosova politike, e cila është e kushtueshme, pra një president i mirë kish më thon po i kërcej këto parë, po i dërgoj sa ishin po gjeti 1 milion euro, sa thanë 1 milion në leukemi, shërbimin e leukemisë për fëmijë, kështu që më qenë më respektueshëm se sa të bëj një festë në cilën nuk i shkon askush. Po mbi gjitha kjo po bëhet për shëruar kompleksitetin e tij, madhështimit në një festë që është me të vërtetë jo e mirë për gjithë, ose nuk është paktën madhështore pozicionit cilën e mban. Mos harrojmë posti presidentit në gjitha bazaret politike deri më tash nuk ka qenë primari, pra partitë nuk e kanë kërkuar postin e presidentit asnjëherë. Primari ka qenë kryeministri. Po LDK ka kërkuar gjithmonë. Sepse ka qenë më pak absolutisht, ka qenë më pak obligativ në vendimarrje, në ndarje buxhetore, në marrjen e përgjegjësive, ka qenë më tepër shëtitje, për çfarë ka më qenë karakteristikë e mandatit të tij në këto 5 vite të ardhshme, dhe përmirësimi i imazhit, mos harrojmë se përmirësimi i imazhit është diçka që i duhet. Pra në aspektin e karrierës personale, do të thotë që kjo është një ecje e mirë, pra prej kryeministrisë, largimi prej angazhimeve ditore, edhe kalimin në pozicion që në aspektin ndërkombëtar ka më qenë kyç, sepse si duket të paktën kështu po përflitet, negociatat e ardhshme të Kosovës me Serbinë do të bëhen në nivel të presidentëve. Edhe eventualisht një nënshkrim përfundimtar i një marrëveshje politike mes presidentëve do të përfshente atë si nënshkrues final. Pra në momente kryqëse. Çështja është mos harrojmë që pozita e presidentit në kushtetutën tonë është rezultat i drejt për drejt i negociatave të 2 personave për ndarje efektive të pushtetit. Në këtë rast kemi të bëjmë me Fatmir Sejdiun, i cili ka pas pozitën e presidentit, dhe Hashim Thaçi që ka pas pozitën e kryeministit. Për shkak të kësaj marrëveshje politike për ndarje të pushtetit, në kushtetut kemi një numër të kompetencave të presidentit, i cili mund të kurxojë, punën e qeverisë që nuk janë pak dhe që kanë të bëjnë me emrimet më me rëndësi, në një shtet për ta veçuar një emrimi i drejtorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Dhe për këtë arsye mendoj që presidenti, i cili është interesuar që në mënyrë afirmative të ushtrej kompetencat e veta, ka hapësirë mjaftueshme në kushtetut për me u imponu si faktor me rëndësi politike, i cili nëse nuk mundet me realizu agendën e vetë politike, s'paku mundet me pengu realizimin e agendës politike të një qeverie apo një kryeministri, apo me kurzu me çështje tjera. Kështu që nuk do duhet të nënvlerësohet kapaciteti kushtetues i kompetencave të presidentit në mirëmbajtjen e fuqisë politike të Thaçit. Dhe kjo në kombinim me karakterin e tij, domethënë në mikromenaxhues edhe tendencat për të vendosur pushtet absolut, mund të përkthehet tash në një president të tipit të Erdogan. Dhe këtë duhet ta presim dhe këtë duhet ta kritikojmë. Qysh në shenjat e para, duke filluar nga këtë ceremonia glamuroze, domethënë pranim dorëzimit të detyrës. Pyetje për dytë është, a besoni që PDK do të funksionojë pa të? Pra, edhe më tutje unë së dhe posh, ishanë fotografia ti është ndërtesë. PDK thotë që s'po na lën vetëvendosje, ironikisht inspektorët e vetëvendosjes kanë thënë mos e hekni, se s'keni leje me hek një fotografi që ka mbrapa në PDK. Pra fotografia ti e presidentit është në një institucion partijak. PDK është një parti klienteliste, domethënë, përderisa privilegjet e votuesve nuk cënohen, përderisa ai sistem korruptiv i abuzimit të paras publike në dobi të votës, nuk preket, që nuk besoj që do duhet të preke, për arsye se ai nuk varet vetëm nga një individ. Unë mendoj që baza kryesore elektorale e PDK-s nuk do duhet preke. Duhet ta kujtojmë që PDK përka gjitha cilësitë i përngjan një partije të pushtetit. Për shembull, për ta marrë një shembull pak më të freskët, mund ta marrim Partinë Socialiste të Serbisë në kohën e Miloševićit, që sa ishte në pushtet, kishte një shumicë solide, domethënë që gjithmonë i fitonte zgjedhjet, mirë, në momentin që ka rënë nga pushteti, s'paku përgjysmohet. Dhe rrjedhimisht përderisa PDK-ja mbetet në pushtet, në çfarëdo konstelacioni, qoftë si partner majoриtar, domethënë i qeverisë apo minoritar,
dhe mirëmban këto privilegje të klientelës së vet, që janë votues të vet, unë mendoj që do të mbjetoj si parti, për arsye se në mungesë të këtyre dobive dhe privilegjeve, domethënë që ofrohen në dëm të buxhetit të Kosovës, këtë parti nuk është që e dallon ndonjë ideologji e caktuar politike apo ndonjë ide tjetër. Tani më dhe idetë për luftën vetë se janë bastarduar dhe janë shpenzuar, domethënë. Unë shoh rolin e tij të veçantë. Pra në afrimin e njerëzve që brenda Partisë Demokratike të Kosovës kishin pikpamje ndryshme. Pra ishte njeri i vetëm që kishte arrit paktën të mbante këto mendime dhe këto ide në parti. Pa harruar që në zgjedhjet e fundit ishte figura kyçe ose figura vetme e gjithë fushatës elektorale të Partisë Demokratike. Tashti, pyetja kryesore është a do të arrijë pasardhësit e tij, zoti Veseli, që të ecë në këpucët e tij. Pra do të arrijë të bëjë një gjë të tillë. Një përparësi e lehtë e zotit Veseli është se mund të hap dyert për të pakënaqurit që janë larguar nga Partia Demokratike e Kosovës, e kam fjalën për nismën. Pra mund ndodh një afrim i natyrshëm në zemër e dy kafe të njëjtës burim, pra të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe të ofroj alianca të reja me partitë e kratë luftës në veçanti pas zgjedhjeve të ardhshme. Pra, bariera që partitë politike kanë pas kryesisht me zotin Thaçi, mund zhbëhet për alianca të reja me Partinë Demokratike në Tarman. Me aliancën e Ardhmërinë e Kosovës. Me AK-n dhe me nismën në veçanti. Haradinaj diçka deklaroi mandej më hoj. Jo, po shqoni, ka një afrim të pakt, ka pas një përplasje me zotin Thaçi. Pra përplasjet kryesisht në Kosovë kanë qenë me liderët e partive politike deri më tani, edhe me LDK-n, edhe me PDK-n, po edhe me parti tjera, po jo domosdoshmërisht me grupin ose interesa që janë përfaqësuar aty. Pra, do të varet sa zoti Veseli, sipas si zotit Thaçi, do të arrit të afrojë këto forca në një parti dhe sa do të arrit që veten ta shes si lider i jashtëm i Kosovës si kryeministër. Por këtë do të garoj në zgjedhjet e ardhshme, nuk do të garoj më sekretari i parlamentit. Zoti Thaçi ka arritur të mirë me punë në zgjedhjet e kaluara. Ai fitoi vetë zgjedhjet e kaluara me misionin e ri, i largoi nga skena madje gjithë ata që si donte në skenë, arriti ta transformoj imazhin e vet dhe duhet fitimtar në zgjedhjet e shkuara. A do ta bëj këtë gjë zoti Veseli, do të shihet. Por e ka një terren të mirë, po themi sa për këtë bashkëpunimit dhe kthimit të njerëzve që zoti Thaçi kishte larguar nga partia. Është ky një moment ose i rrot për PDK-n për arsye që përpos që ndrën liderin e saj, pavarësisht se zoti Kadri Veseli konsiderohet si njëri që e mban strukturën e PDK-s, në partitë e mëdha struktura është gjithçka përkthehet në votë, megjithatë ai ka disa faktorë në kundër tij. Më e madhe është konsumimi i PDK-s në pushtet. Pra, ata janë Kadri Veseli po merr partinë kohën ku partia ka qeverisë 8 vjet dhe ka qeverisë keq me vendin, edhe ndërkohë që po ndryshon kryetari i partisë. A është ky një moment për me rivalët e tyre me godit PDK-n ose PDK-ja mu dëmtu në elektorat edhe në primat? Po, unë thash, është vështirë me dëmtu PDK në elektoratin e vetë, në bazën e vetë, për arsye se është bazë klientelistike. U tha shumë mirë edhe Lumiri e përmendi, zoti Thaçi ka ofruar njerëz të majtë djathë qendrës, jashtë toksor, po thujse, ka kriju një koktel të Molotovit në atë parti, njerëz që asgjë nuk kanë të përbashkët, edhe baza e vetme, bashkimit të njerëzve rreth një partije ka qenë abuzimi i pushtetit, edhe privilegjet që kanë rrjedhur nga ky abuzim. Dhe rrjedhimisht kemi njerëz pa identitet. Jo vetëm në atë parti, por në gjitha partitë, po përfshi edhe LDK-n, cilët i mban domethënë bashkë një interes shumë i ngushtë personal, financiar, në fund ditës edhe kriminal. Dhe për atë arsye, për derisa këto privilegje mirë mbahen, tash në këto sisteme politike, për shembull që është Malzi, kur nuk ka ndryshime sepse sistemi mat nër tavolinë me privilegje kriminale, kemi ndryshime sipërfaqësore apo iluzione politike, qofshin ardhje, prurje e derdhje të brendshme të jashtme apo ndryshime optike të liderëve. Kemi po në Malzi, po dhe për Malzi edhe në Malzi, gjatë gjithë kësaj periudhe disa janë ndryshuar liderët formalisht, e disa është deklaruar që njerëz të ndryshëm kanë ardhur dhe kanë shkuar prej partisë, po unë mendoj që baza
e votuesve të PDK-s do të preket momentin kur kjo parti do të mbetet jashtë pushtetit për arsye se në momentin që kjo bazë votuese nuk i vazhdon me i marë privilegjet, do të humbë dhe do të shkon te zotrusi i ri. Edhe veç me është një dinamik shumë interesante, që armiku kryesor i PDK-s në kuptim të shënjestrimit të kësaj bazë votuese është pikërisht vetëvendosja. Pse? Sepse për shembull përderisa në vitin 2007, kur ka ardhur Partia Demokratike në pushtet, i ka regrutuar votues duke i ofruar për shembull punë apo duke i mbin ngarku ndërmarrjet publike, siç është Keku me PTK-ja, kështu me radhë me militantë tyre partijak. Tani kur kjo parti ka ardhur në fazën e privatizimit të ndërmarrjeve që do të pasohet edhe me qethjen e kuadrit apo numrit punëtorëve, tani kemi një parti nga boshti tjetër, i cili thot njëjtëve votues që janë të korruptuar, domosdoshmë sepse e shesin votën e tyre, që votoni tani për neve, sepse këto ndërmarrje publike do t'i marrim në pronësi shtetërore dhe rrjedhimisht nuk do t'ju prekim vendet e punës. Kështu që këto dy parti socialdemokratë. Po absolutisht, tash të quajtur. Dhe këto dy parti është interesante që këto dy parti shënjestrojnë të njëjtin votues që në esencë është një votues, domethënë jo shumë fisnik. Ku jemi të socialdemokracia, ditëve të fundit jemi lumer, ka fillu mu shfaq këtë fjallë shumë, ka fillu fushata. E kujtohet që e përmend shumë këtë studio shumë kohë më parë, mbi një nevojë të vetëvendosjes për të kaluar në socialdemokraci. Po kthehen gjanat, po kthehen mas një viti edhe kalojnë socialdemokraci. Jo, është çka. Unë kam përshtypjen se kjo nis për socialdemokraci dhe kërkesë për një farë hapje të mendimeve. Nis ma u deklaru mbëti si socialdemokratë. Në letër, në statut janë. Pra kjo nismë e transformime ma tepër bëhet për thirrje ose për hapje të bashkimit të ideve të reva për të shërbyer ideve të vjetra. Pra hajdeni tash që jeni liberal, se pas kam gabim në këtë kohë, ndihmona ne të hapemi. Unë besoj që kjo thirrje është e vonshme, sepse është humbur shumë dhe nuk kemi Kosova ose shoqëria kosovare nuk ka gjokert mjaftueshëm të ndjek në pritje të gjërave absurde pra që kanë ndodhur të vitet e fundit pa dëgjueshme edhe për të kthyer prap në fillim, por është mirë që po reflektojnë, pra, po që po kthehen në fillim. Po do veçam mujna mi prit se këta po thonë. Jo, s'kemi unë ilaç kam po akipula te. Jo, nuk mundemi me prit, nuk besoj që ka sinqeritet në këtë thirrje të tonë. Zemër sepse në momente kritike, kur erdh forca më e madhe në këtë lëvizje opozitare, u therr për zhbërjet të Republikës, u servizu për festa pavarësisë, u sulmu rendi kushtetues kryesor i Kosovës, edhe u promovu një dekret e re për interesa të një grupi të vogël ideologjik që qëndron në lëvizjen vetëvendosje. Pra, unë besoj që opozita e bashkuar ose ndarë, si do që t'ishte, fronti opozitar, i ka pas të gjithë ingredients për bërësit e një gjellë të mirë me qenë shishme, kundër kësaj qeverie, kundër këtij pushteti, sepse ky pushtet ka qenë jo natyral, ka qenë jo i sinqert dhe ka pas sfida pa imagjinueshme për një pushtet përqendruar mirë. E tëra çfarë opozita është dashur me bëu, është të sillet normal. Pra, të pranoj rendin kushtetues të Kosovës, flas për çështje praktike të ekonomisë, të korrupsionit, të hajnisë, të kapjes, gjëra praktike e u transformu në një lëvizje ideologjike në një grupin në kusht. Unë du pak me zhëru këtë perspektiv, sepse besoj se kjo opozitë ishte në rrugën e mirë. Pra, ishte në rrugën e mirë kur bëri hapjen liberale, edhe kjo hapje liberale triumfoi në zgjedhjen e Shpendametit dhe Dardan Sediut në krye të Prishtinës, pra u dha për kundër gjitha gjasave një qendër e Kosovës me 200.000 votues, bëri të pamundur të transformoj pushtetin, pra për të dhënë një sinjal se kësi opozite dhe kësi pushteti dojmë të ardhmen. Edhe ose në rastin tjetër e zotit Deda, Ilir Deda, i cili nga pozita 110 u bëhet top 5 i votuar nëse s'gaboj. Unë kam përshtypjen se këto dy momente kanë rinë gjallat grupin revolucionar tradicional të vetëvendosjes. U ndin të rrezikun se po e humbin pushtetin dhe tash të filluan të rikthejnë vetën fuqishëm të pa kompromis, duke i izoluar të individ, duke i larguar fyrë dhe publike shpeshherë, duke fyrë secilin opinionist, mendimtar, gazetar që mendon të ndryshe prej tyre, edhe duke shkuar all-in, pra, në një politikë që armiqsoi ata edhe me shoqërinë në përgjithësi kosovare, pra, i armiqsoi edhe me faktorin ndërkombëtar që është përcaktues në Kosovë, që është dashur me pas krah, sepse përpalli pushteti
që shpesher është kaps, ti dush me pas faktorin ndërkombëtar në krapër, nëse bosh alternativë serioze, ata janë kërkim për një alternativë serioze. Edhe në fund u armiqsuna me vetë sepse në fund kjo lidhje ishte jo natyrale. Pra këta njerëz që kanë bë këtë skenar të gjithë kësaj opozitbërie që na koshtu një vit, dhe në fund nuk ndrun asgjë, mos të harrojmë, nuk ndrun asgjë përveç që zgjatën kohën këtij pushteti. Dhe pushteti tashëm, pra zoti tha që do të mbeten në pushtet për 5 vite tashmë, edhe 5 vite tjera pas saj, përderisa kemi një mendim të tillë. Unë mendoj që këta individ që janë përgjithë që kanë bërë bartë politikën opozitare në këtë kohë, duhet dënohen dhe largohen prej shansës për dënë opozit. Pra njerëzit brenda këtyre partive duhet të zaventojnë ata. Kush është përgjegjës për opozitare do stet? Nëse mëj se kjo socialdemokracia dhe mund ka do shumë zbavica dhe nuk mëj me e huq këtë rast dhe mund edhe në më deklaru jo edhe në më deklaru për këtë tim zbavica mas që është e prante sonte dhe mund mas një javë shumë të lëdhshme kemi pak drejt me uzbavit. Unë dalimin, se më ka pyet në me kemi për dalimin mes PDK-s dhe vetëvendosjes kuptim të ideologjisë për shtetin apo qëndrimit të tërë për shtetin. Edhe më du shumë, edhe më ka bëth thjesht ma spjegu, jo shumë, edhe jam mendu shumë me a spjegu, dhe në fund e mendoj që e kom gjetë një shambull shumë adekuat i cili e spjegon në fund edhe socialdemokracinë e vetëvendosjes. Ideja është PDK-ja, krejt që ka bëjt gjatë soj periudhët qeverisës vetë, e ka dopsu shtetin. Pse ka dopsu shtetin? Sepse gjitha të ordënat që i kanë realizu nga veprimet të tëre kriminale, abuzimi për shtetit, i kanë morë direkt në llogaritë të tëre personale, qofshin ato në Kosovë, apo qofshin dështa të dolin në Panama tani. Edhe dhe dopsimi i shtetit, i ka pamundsu shtetit për me reagu, mi pengu ata, apo larkë qoftë dhe mi ndjek penalisht, që mi ja morë ato pare që i kanë dopsu. Tash vetëvendosja, del me ideologjinë e vetë, e cila prej një shtetit vogël dhe dopt me të vërtetë do me kriju një shtet super të fort, po një shtet super të fort shumë demokratik, i cili pastaj i merr gjitha paret brenda shtetit dhe zotërit e cilit janë diktatorët që mujnë me ardhë nga vetëvendosja që do të asumojnë këtë shtet. Është modeli tipik stalinist apo modeli qeverisë Enver Hoxhës, ku nuk ka nevojë me i marrë të ordrat e ndërmarrjes kriminale në llogari personale, sepse shteti është llogaria, buxheti i shtetit është llogaria atyre personale. Po domthonë në dy rastet qytetarët nuk i shohin parat e veta, rastin e PDK-s ta i kanë parat ose në llogari personale ose në Panama, rastin e vetëvendosjes këtë parat i akumulon shteti, shteti kontrollon të nasert, e nkryt aty shteti që kontrollojnë në mënyrë absolute janë këta. Kjo është sa i përket mosmarrëveshjes së opozitës, unë më tregu drejtën nuk e ndoj optimizmin apo shpresat që ka pas Lumiri sa i përket rezultatit që kjo opozitë ka mujt me arrit në këtë betejën e vet, për arsye se mendoj që është pjesë e problemit edhe kjo opozitë. Kemi të bëjmë me një gjenerat e cila është konzumu, jo vetëm për ka faktit që nuk ka ofru rezultate konkrete gjatë gjithë veprimtarisë vetë, për faktin që nuk kanë lënë njerëz që nuk e kanë tradhtu, duke fillu prej bashkëpunëtorëve të tyre më të ngushtë, e ty përfshijë ata shokët e luftës, cilët i kanë glorifikuar shumë, nga cilët kanë përfituar deri te partnerët më të vëndshëm politik, dhe në këtë proces të konsumimit, ata janë neutralizuar dhe janë vetë përjashtuar nga skena politike, thjesht nuk mujnë me ndërvepru, as ndër me veti në politikë. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që në momentin që janë larguar këto karemat e pushtetit, kjo opozitë e bashkuar është shuar automatikisht. Në momentin kur ka fillu debati se kush do të jetë bartësi listës, që atër është partalu kjo pa u shpot zgjedhë. Kërta dikush shumë mirë, ta u preshën për pozita që si kanë. Ose si kanë fituante. Me shumë shkurt këtu të ndërlidhen. Pra, unë kur po flas për një opozitë me gjasa, po flas për një opozitë të transformuar, po flas për një opozitë që ka mbetë opozitë. Sepse ajo ka mbetë opozitë se s'ka qenë mirë e mjaftueshme për qytetarët për të votuar. Pra, kur dikush qet në opozitë vazhdimisht për 2 mandate, 2 procese zgjedhore, të mbanë në opozitë, atëherë diçka duhet me qenë keq me ty. Jo prapë me ardhë me njerëz të njëjtë, me idetë të njëjta, me figurat e njëjta, ose me atë alternativën qeverisë edhe një herë. Pra kërkon botë nuk ndodh që një alternativë mu refuzu për qytetarëve, ata më thonë kemi prapë një alternativë. Po të njëjtën alternativë kanë refuzuar ata qytetarët, po duhen diçka tjetër, ose ti duhesh me eduku tash 1 milion votues, ose duhesh me eduku veten e me ndru pak alternativë, sepse nuk është e pranueshme, nuk mundesh me insistu, pra në vazhdimsi ose me prit dëshpërimisht derisa djegën gjithë
lojtarët, sepse nuk ka kohë, as nuk ka vullnet dikush me të Edhe në prit. fund kur do që është funi, më thonë, po se këna pas mirë. Se kemi pas mirë në fund, pra, që hajde të orientohemi tash ti. Çka ndodhi Lumir? Pse erdhën këtu? Unë besoj që nuk ka qenë natyrale prej fillimit, pra, le të jemi sinqertë, nuk ka qenë natyrale, ka qenë interesa të gjithanshme. Interesin në një rëspalje kom pa të faktorizimit, ringritjes. Pra, rastin e AKS e kom pasi interes të riaktualizimit si forcë opozitare, sepse ka qenë izoluar e lënanash, edhe madje të rrethuar prej një koalicionit nënshkruar praktikisht. Në rastin e nismës se kam pa pashtu për mbijetesë në një grup më të madh, sepse si e vetme nuk ka pas gjasa të mbijetoj, prapë e njëjta do të kërkoj pra mbijetesë. Rastin e vetëvendosjes si shpjegova për shkak të një rikthimi të këtyre forcave. Pra jo naturaliteti ka qenë në fillim. Unë besoj që këtu është edhe bërimi i përplasjes. Po që si e pajtu për pozita. Po pozita gjithmonë do të jetë pozita Ai se qëllim që kjo se Dardan Molliçaj kur doli pi burgut, ky e nisi këto. Ai i dha 2 intervista. Tha Ramush, saktësisht e kundërta. Albin Kurti tha dhe Visari Meri për ne janë pranueshëm. Pra ishte një gisht në sy të Ramush Haradinaj, i cili vrapon pas kësaj pozite. Edhe të njerëz tjerë në partisë mos ta harrojmë. Sotit Ahmeti për shembull, që është fort paktën prej gjithëve si një figurë që ka mundur të thësh frontin opozitor shumë lehtë, madje edhe i pranueshëm ndoshta për partive tjera opozitore. Unë besoj që para këtyre ka pas disa çarje të brendshme të cilat këto deklarime televizive kur të bëhen, ju dini mirë, janë veç fundi i një procesi të ngatruar. Unë besoj që këto parti edhe njerë po insistoj, janë jo natyrale, jo për shkak që i ndanë e kaluara, sepse nëse një lëvizje thotë unë e kundërshtoj planin Atisarit, e kundërshtoj kushtetutën e Kosovës, duhet ta transformoj. Dhe dy parti tjera janë kontribuese të këtij plani, kontribuese të këtij shtetit. Ato ndanë përveç për të kaluarës, ndanë edhe për të ardhmen, për mënyrën se si e shohin Kosovën. Dhe përveç ndarjes ideologjike dhe mbindje që i bën në fund edhe më friksu pak se kush po heq këtë shoh, se duhet më transformu më po si një rapal ose duhet me pranu parën tjetër, është prapa ajo pozita. Po pozitat e shoh si kusht për një marrëveshje që duhet domosdoshmërisht më refuzu. Pra, është e vënë kushti, është e vënë atë formë që duhet më refuzu. Unë e kam me rakun, atë nuk bën mi dhona rëndësi ndryshimeve të thojza po i fus ideologjike mes bllokut opozitar në një rënon, domosdoshmë si një tërsi që ka ekzistuar dhe pastaj edhe gjitha partive tjera në skenën politike, sepse për me ekzistu dallime ideologjike, duhen me ekzistu ideologji. E këto parti që janë skenë që 17 vite, që na kanë demonstru vazhdimisht, përveç nëse na dëshirojmë me po, është që këtu i kanë tradhtu jo ideologji, ato deklaruara politike që kanë pas, po gjithë shkat që kanë bojt, apo që kanë deklaruar si të shejt, edhe atë tradhti e kanë bo, sorë ka ardhën pyetje, karika, apo pozita. Po, kjo është ideologji. Jo, kjo është një formë ideologjisë tipike për politikën e Ballkanit. Jo, por do të më thonë është diçka tjetër. Balkanike. Është diçka tjetër, po atë një të mbron mend veç do terma shumë brutal që besoj që janë për televizion. Kështu që ka përse po kjo është gjithçka pas përveç ideologjisë është një vërtetim, unë do të thoja, që qytetarët duhet ta shohin, është një vërtetim që kemi të bëjmë me organizata pa identitet. Që qëllim në vete e kanë në ardhen pushtet, e që edhe kur vinë atë pushtet, nuk është që bojnë diçka, qoftë edhe për vete, i bojnë do krime, cilat pastaj i detyrojnë ata me mit në pushtet përjetësisht që me evitu burgun. A është mund shumë dastim që këto organizata, këto parti mund ndryshu për brenda partive. Kuptimin u përmend disa herë Shpendi Dardani në fakt me atë qëllim edhe i fitun zgjedhjet ata, ose është kriju ideja që njerëzit i kanë votuar për shkak se Shpendi Ahmeti ka qenë tjetër prej Albin Kurtit, ndoshta Albin Kurti me pak kandidu vetë s'kish mujt me fitu Prishtinën. A është e mundshme këto forca apo janë minore edhe të parëndësishme me gjitha kuadra që janë brenda këtyre partive për me arrit me ndryshu diçka? Edhe në parti tjera, edhe në është pyetje me vend. Domun sepse shumë edhe është debatu për alternativën e vërtetë në këtë vend, nëse ekziston e tillë, po kjo alternativë për me ekzistuar një alternativë pasportit duhet me ekzistuar një kërkesë. Kjo kërkesë është aty, po domun herë duket, herë s'duket, sepse ky elektorat është i mpir nga gjitha këtu domun fiskultura politike, të cilat e kemi po dhe të cilat me të vërtetë krijojnë dromë që ta mojnë adrenalinën gjithë naltë dhe që gjykimin domun ta ndikojnë. Unë jam i thorë, unë nuk jam i thorë që nëse diçka nuk funksionon, me njerë me kriju diçka të re, sepse e që zakonisht kjo për arsye se kur krijojmë gjithçka
prej fillimit gjithmonë zakonisht krijojmë senet njëjta, apo të ngjashme. Edhe kjo vërtetuohet edhe nga ky konglomerat i partive politike që i kemi, që pak a shumë secila i përngjon tjetrës, në mos që secila është më e keq se tjetra, domethënë, që janë krijuar vjedhësi. Për atë arsye mendoj që kërkesa e parë për reformim, për alternativë duhet të ekzistojë brenda këtyre partive. Edhe këta personat që i përmendet ju, të fillu prej Shpend Ahmetit, Dardan Sejdiut në Vetëvendosje, po ashtu edhe Ilir Deda, në anën tjetër Vjosa Osmani në LDK. Pastaj kemi Mimoza Kusarin, edhe disa zërat që për ka gjenerata ju ka ardhur koha me marrë përgjegjësi, domosë është gjenerata aty, nuk është gjenerata Hashim Thaçit apo Isa Mustafës, Aramush Hajredinës edhe Fatmi Limës, që ka ardhur koha për me marrë këta persona duhet deklarohen në mënyrë sinqert. Në mënyrë sinqert, sepse elektorati i përgjigjet sinqeritetin. Sinqeriteti i cili kërkohet prej tyre është shumë i thjeshtë. A është e mundshme këto parti me u reformu? Domethënë, sipas përvojave të tyre që kanë brenda këtyre partive, është ashqare që këta njerëz janë peng të këtyre partive politike, do këta duhet përgjigjen. A është e mundshme që këto të reformohen? Nëse nuk është e mundshme, duhet ta dalin edhe ta thonë këtë publikisht, që ose bashkarisht të dalin dhe të krijojnë një iniciativë e cila është në përputhje me gjeneratën cilës i takojnë, apo që të ofrojnë një mundësi dikujt tjetër që ta marrë këtë barë shumë të vështirë që Kosovën ta nxjerrë nga ky terr në cilin po jetojmë që 17 vite. Jo shumë shkurt në këtë pyetjen e Leos që e bëri. Liderët e partive politike në Kosovë që janë të lindur në kohë të krizave, domethënë, përmes me thonë gjithë gatit të vitit 1900 të lindur 68, po në kohë si lider të bëm 99. Po, vitet e 90-ta janë ato që i kanë linë këta lider dhe këta të njëjtit edhe strukturat e këtyre partive politike madje janë tilla. Edhe ka dy mundësi që këta lider më u largu prej partive të veta, ose me vdek, ose më bëu lider të gjithë Kosovës, më bëu president. Pra, formë tjetër nuk është pa të paktën në Kosovë. Ose me shkum bërg të ndryshimit, ose po jo, në bërg po i mohi pozicionit. Po dhe këtë formën biologjike tash as nuk po vinë duhan në alkohol, këta kanë... Kusht që mdetit po hojnë edhe verat e realizmi. Këto forca të individëve ose grupeve që mendojnë ndryshe prej leadershipit ose rrjedhës tradicionale të partive që pak a shumë po prodhon status quo, sepse kjo përqindje e votave po mbetet e njëjtë, pak a shumë në ato nivele, duhet me kuptu që ka një rezistencë pa parë me këta lider. Pra, ose ata nuk i shohin si zavendësues, ose i shohin si konkurrencë të vetën, po në fund ditës i shohin definitivisht si të pahavë për të transformuar partinë e tyre për të gjithë këtë pushtet këto ide. Pra, unë gjithmonë kam qenë hetar i lindjes së ideve të reja politike brenda partive ekzistuese, sepse lindja një partie të re politike është bajë e vështirë në formën e organizimit. Kemi një votues tradicional që nuk i ndron let partitë. Është adhurues më tepër i partive, si në ndeshje futbolli që se ndryshon kur ekipin edhe partinë. Por gjithsesi e kam parë që gjatë kohës se këto transformime janë shumë më të vështira se sa grumbullimi këtyre ideve ndoshta në një ide ose alternativë të re politike në Kosovë. Pajtohem që këta individ, këta njerëz që kanë mendime ndryshme me rrjedhat aktuale politike që i karakterizojnë gjitha partitë politike, duhet të reflektojnë për veten. A janë gjendje që të ndryshojnë diçka brenda partive tyre, apo të dorëzohen për atyre partive ku janë dhe të provojnë diçka të re jashtë atyre. Sepse mos harrojmë, një element shkencor në Kosovë që po ndodh është që kemi krijimin e votuesit të ri, e kosovarit të ri. I lindur me siguri në vitin 1999, i cili për herë të parë do të bëhet votues në vitin 2018. Dhe atëherë do t'i bëjë 18-19 vjet dhe drejt votimi. Dhe po flasim për 70.000 sosh në zgjedhjet e ardhshme, të ri që kanë lind në vitin 1999, që nuk dinë as çka është pacifizmi i LDK-s, nuk e din as çka është kraji luftës së UÇK-s, nuk e din as çka është protesta Rambojes, konferenca Rambojes, as negociatat e Vienës, as protesta tjera. Pra po flasim për një votues të ri i cili kërkon ide dhe nuk kërkon as attachment me leadershipin e një partie, pra me një individ, sepse s'ka hero të tillë, por kërkon hero të ideve. Edhe këto forca, këta individ duhet të ushqejnë këtë kërkesë të votuesve kosovar. Një gjë të tillë, të paktën, këto parti politike deri më tani nuk e kanë bë, e gjitha skena politike, e gjithë hecja është bërë në vijë me interesat e një lideri. Pra, siç e ka pa ai Kosovën, siç e ka pa ai rolin e vet në historitë të Kosovës, ose që ka pa interesin e vet për një karrierë ose pensionim të karrierës vet. Po normë edhe pak të vetëvendosja, se kemi edhe lider që i përmeni Dastidi, po figura ma qëndrore për këtyre të rive është Shpend Ahmeti, cili është kryetari i kryeqytetit. Kemi një rast që më bjen mundër men është Boris Johnson, i takon partisë David Cameron edhe del kundër tij kur është çështja e Brexitit. Pra ka identitet, edhe ka qëndrime të tij personale. Ju njehni Shpendin edhe të kaluamën e tij dhe sigurisht keni edhe raporte
Mirë po, a është e mundur që është i kënaqur me çet pozicion edhe nuk po don ai i lanë anash për protesta, i lanë anash për gjitha proceseve, i abstrahuar publikisht si kandidat, jo si kandidat i mundshëm për kryeministër për vetëvendosje. Cili kish me qenë i kënaqur një individ që ka marrë vota të kryeqytetit, jo dhënë besimi për të udhëhequr një kryeqytet, dhe sipas gjitha gjasave është për njerëzve më të pëlqyer të skenës politike aktuale në Kosovë, të qëndroj prapa ideve të veta ose të transformoj edhe idetë e veta për ndjekjet e një liderit. Berdan Mulliqi i tha mram që Shpendameti ka fitu zgjedhje, po i ka fitu zgjedhje për shkak se ka qenë vetëvendos. Jo, me pas ka qenë ashtu dhe vetëvendosja kishte fitu këshillin e Prishtinës, kuvendin e Prishtinës. Pra me qenë prezident zgjedhje. Ose kishte fitu dikun tjetër, kishte pas kandidat tjetër, por nuk ka qenë një gjë tillë. Pra pavarësisht kësaj, në vetëvendosje pjesa më e madhe e njerëzve të votuar janë të ferit. Këtë po do të thonë. Nuk flas vetëm për zotin Ahmeti, po flas edhe për zotin Deda, i cili po përsëris prej vendit të 110 është votu top 5 ose top 3, nuk kam i saktë. Po ka qenë jashtëzakonisht lart. Po janë votu idit liberale. Do të rreth 15.000 vota. I votuar ka qenë zoti Sediu në kuvend, më pas u tërheq. Fisnik Ismaili, pra po hije Demaku, po flasim gati për gjithë deputetët që kanë qenë pjesë e ferit. Pra para sa ka deputet lëvizjeve vendosje, ose pjesë të deputetëve tjerë që janë zgjedhur aty janë më tepër liberal se sa që janë ajo linja tradicionale e kësaj lëvizje. Pra nuk besoj që është i kënaqur, nuk është qenë, kujtohesh me qenë i kënaqur, po s'është i kënaqur as nëse rrin kështu. Unë jam i kënaqur të paktën me një elitë të re politike kosovare e cila e pranon një status quo të tillë dhe një nënshtrim të tillë ndaj ideve që janë artificiale. Domthonë Shpendit në farë mënyrë edhe unë personalisht që një po edhe shumica e njerëzve besoj që kanë votuar në kryeqytet, ja kanë dhënë benefitin e dyshimit, domthonë, okej, po të kuptojmë që nuk je domthonë stalinist, që po deklarohet aktualisht domthonë me disa statuse patetike, domthonë me çështje kombëtare se edhe disa avokat me të vërtetë kanë rigjet, janë rilin domthonë kombëtarisht, kemi po disa është mod kjo punë. Unë ja kemi dhënë benefitin e dyshimit, pse që një parti politike me shfrytzu si instrument politik për me reformu atë parti politike, me i bo mirë në funditës, edhe me sjell një frymë të re, cilën ka synu pas sukses me bo në zgjedhjet e parakaluara. Mirë, po tash është momenti i deklarimit. Benefiti i dyshimit u mund me zgjat përjetësisht. Momenti i deklarimit është dush me u ballavaçu me të vërtetën, me vetveten, se nuk i ku shkon, ose dush me tregu që me pranu që je pengën e partije politike, sepse aty në komunë nuk besoj që përveç ndoshta për zgjedhjes së ndihmësve të veta nuk ka pas në vendim me rëndësi ekzekutiv që kanë ndërmarrë, domethënë për arsye për shkak ndërhyrjeve, e mos të folim për raportimet domethënë stilit komunist, të cilat janë kërkuar në fillim mandatit, ose të pranohet kjo edhe të refuzohet, ose në farë mënyrë të jupet ky identitet. Nëse është thjesht një oportunist politik që lyp një pozitë me çdo kusht, qoftë edhe iluzionin optik të një lideri, atëherë me të vërtetë se do të gjykohet në atë mënyrë dhe do të dështon, sepse nuk ka pjesë e gjeneratës së re. Gjenerata e re domthonë rinien e karakterizon resilience, domthonë një farë kërkesë për drejtësi, nuk e pranon këtu oportunizma. Këtu oportunizma i takojnë kësaj gjeneratë që po e shohim, që në fund ditës për karrik është gjallë gjithçka më bu. E rinia, për çdo rinia ju udhëheq procesi sepse rinia kërkon, është kërkuese, kërkon ndryshim, nuk e pranon status quo, edhe gjithmonë e kërkon të mirën. Kështu që unë përfundimisht mendoj që çelësi i ndryshimit politik është domthonë që mas parit kërkohet zgjidhja brenda këtyre partive dhe nuk po them vetëm me një parti. Gjitha partitë, gjenerata e re duhet ta kërkojë vendin e vet. Domthonë, nëse kjo nuk është e suksesshme, këta njerëz duhet ta pranojnë dështimin, dhe unë mendoj rrjedhimisht të dalin jashtë dhe të bashkohen në një, për shembull, një parti që do të ishte LDK-ja e vitit 2016, domthonë nga një parti nga e cila pastaj do të rrjedhin edhe lëvizje të tjera, domthonë sepse ato janë koalicione, ose të rrinë në ato parti politike dhe domthonë të gjykoheshin në dështim, në mënyrë që sepse Kosova nuk është vetëm këta individ, domthonë ka edhe njerëz tjerë, dhe pastaj do t'i takonte dikujt tjetër që ta merrte barën, sepse nuk është procesi i vështirë, pas një proces me rëndësi nuk është i lehtë. Domthonë këtu nuk janë çështje në vendet normale, shërbimi ndaj publikut është barë e madhe, domthonë rrallë njerëz të shohin përveç vendeve diktatoriale ku njerëz marrin parë pa bukur gjë, e shohin si privilegj. Mirë, në vendet normale është domthonë barë shumë e madhe, sakrificë jetësore. Falem për mundësinë që mund ndryshu realiteti ose këto parti
mbrapa, po njëkohësisht ka shumë njerëz që besojnë që kjo nuk është e mundshme dhe duhet me u kriju një forcë re politike jashtë të gjitha këtyre partive për me arrit me bë ndryshimin. Më lidh Atifete Jaga, presidentja që e përfundoi mandatin, ka lënë më kuptu që ndoshta edhe do të bëjnë ndonjë lëvizje tashme, në kuptimin që nuk do të mbetet një pensionere thjesht do të me gëzu privilegjet e ish presidentes, po do të merret aktivisht me politikë. Pyetje për të dytë, a besoni që ajo mundet me mbledh njerëz rreth vetit për shkak se kjo qartësisht nuk është më ideja se kush mi pri barakut, po kush është ai që arrin me marrë njerëz. Pozita dhe personi nuk kanë me nxit domthonë përcjellës. Të Kosovën e 2016, se tutje ka më veç ideja, edhe njerëz kanë u bashkuar rreth idesë. Vetëm se ka marrë një pozitë, po nuk e kualifikon për me kriju domethënë në ndjekës, qofshin ata politika apo kështu me radhë. Kështu që unë dyshoj që edhe ka ambicie, për arsye se ajo pozitë është imponu dhe ka pranuar detyrim për me kriju, domethënë për me zgjidh një krizë domethënë që ka mbizotruar atëherë, mirë, por nuk mendoj që as e ka interesin, as nuk e ka domethënë nuk është e përgatitur për të paraprirë kësaj ide, sepse partinë e re duhet ta partisë rej paraprin ideja. Edhe njerëz, edhe ata që e morën me jetësu atë ide, do të t'ju thejtë që ajo ide. A ka qenë një këtim ndoshta ndërkombëtar zonja Atifete Jaga me gjithë ato takime që i ka pas jashtë që me arrit me kriju i farë baze, apo thjesht ajo ka pas fat këtë punë për me votu Bajdeni, me pas drejta votimit, gjithë lider ndërkombëtar me cilët është taku zonja Jaga, atëherë kishin pas me siguri strukturë tjetër të deputetëve, mirë, po problemi këtu që na këtu votu se kemi qytetarën e vendit, edhe ai do duhet bindë, kështu që gjithë imazhi që ka kriju ndërkombëtar nuk mendoj që prodhon ndonjë efekt shumë madh në politikën vendore. Për mendimin tim ka qenë një ministër i punëve të jashtme. Pra ka qenë roli real i saj, sepse në politikat e brendshme nuk ka qenë involvuar. Nuk më mend që ka ndalë një ligj caktuar ose që ka pas një mendim për një çështje caktuar. Ka ndalë këto për media, për gazetar. Po një pas ka ndalë për juve shumë mirë, po ka shumë tjera të cilat kemi bë edhe si shoqëri shumë në të kaluarën, gjatë mandatit të saj 5 viteve shkuara, të cilat nuk janë ndalë. Ka shumë ligje të tilla që nuk janë ndalë, por nuk ka qenë fare involvuar në këto proceset e brendshme, ka nëshuar gjithçka që ka ardhur për parlamentit. Madje nuk e di edhe a ka pas nuk e di çfarë është niveli përkrajës për të dorën zemër në politikën e brendshme, por ka pas një imazh të jashtëzakonshëm në politikën e jashtme të Kosovës, e pranueshme për gjithëve, gjithmonë për shkak se ka ardhur për një vendi ballkanas, një president e femën, e një vendi musliman besa, një paraqitje të mirë, të rrjedhshme gjuhës angleze jashtë që pasardhësi i saj nuk e ka tash ose të pak e ka me vështirësi. Ka me vështirësi, po ai nuk e bën një president mirë dorën zemër, por kjo ka pas shumë elemente që ka bërë të pranueshme para komunitetit ndërkombëtar. Por jo si politikane brendshme Kosovës, por nuk e di sa mundet kjo më përkthy prej një politikane të jashtme në politikën brendshme, gjithsesi bën pjesë bën pjesë ndoshta në një ide të re të Kosovës që duhet mu kriju eventualisht. Ka klim Lumir tash për një lëvizje të re. Unë besoj që s'ka pas kohë më të mirë për të kriju një ide të re politike. Unë gjithmonë po diferencoj idenë e re politike me lëvizjen e re politike. Sepse ajo ka më pak rëndësi se sa. Cila do të ishte ideja? Ideja politike e Kosovës ka 3 shtylla. Domethënë e para e pranon rendin kushtetues të Kosovës, e pranon këtë Kosovë, këtë republikë që ka, dhe e pranon realitetin e fuqisë politike të Kosovës, edhe në rajon, po edhe në ballafaqim me forca ndërkombëtare që dorën zemër, to që janë i sigurojnë këtë pak sovranitet që ka. Pra, shtylla dytë është një ide e re politike që e bazon politikën e brendshme pra të Kosovës në zhvillim ekonomik. Edhe e bën pastër luftë kundër korrupsionit, luftë kundër kapjes, luftë kundër një qeverie të madhe, luftë kundër kapjes së shtetit. Pra, i prek temat kryesore të Kosovës, më të ndihshme, të fillu prej masisë së qeverisë, prej ministrive, deri te financimi ndërmarrjeve publike, bordet, agjencitë, politizimi tyre në kështu me radhë. Dhe natyrisht ndërprerja e korrupsionit. Edhe fusha e tretë, më e rëndësishmja, është që e përmirëson imazhin e Kosovës jashtë. Pra, një klasë e re politike, pa afera korruptive, pa afera të kaluarës politike, që transformon këtë pamje të Kosovës, sepse sot lajmet e Kosovës janë të trishtueshme jashtë, po besoj që është me qenë një zgjidhje ideale, çfarë paga shumë gjithë pajtohen se do të me pas Kosovë. Pra klima është për më kriju një lëvizje të tillë, sepse nuk ka pas ose në të paktën nuk mbaj mend në këto
8 vitet e fundit të pavarësisë, një situatë në cilën palët ose qytetarët janë të pakënaqur edhe me pozitën e opozitën. Madje sipas sondazheve të fundit, diku rreth 20% të qytetarëve të Kosovës janë të papërcaktuar për votën e tyre tashme. Por ka një problem, sepse në po që kjo ide e instaluar në partitë ekzistuese është bëhet fare lehtë dhe mirë për gjithë. Po që u bë një lëvizje re politike, atëherë duhet me pranu një fakt se do të duhen të paktën 10 vite para se kjo forcë politike të vjen shprehje. Edhe kozgjatja më pas është një problem në vete. Domethënë, nëse bën me u përgjigj para 2 viteve për gazetën e juve, në një intervistë domethënë para zgjedhjeve, domethënë të 2014, ose qëllimi ka qenë bashkë me i përfshi në debatin, diskursin e zgjedhjeve, të fushatës zgjedhore, disa tema, domethënë si mundet këto ide politike me u përqafu edhe nga partitë ekzistuese. Mirë, po domethënë mund të konstatoj pas 2 viteve që absolutisht askush nuk ka marrë parasysh. Po arrit efekti, po edhe për këtë arsye duhet me i përsërit, sepse unë mendoj që këtu është qelësi. Ideja politike në Kosovë, ideja e re, cila duhet domethënë ta krijojë këtë ndjekësit e vet, ka të bëjë me mënyrën e jetesës Kosovë, domethënë duhet ta konkretizojmë. Nëse shohim sot si kryhet një punë, në anglisht thuhet commanding an action, domethënë çush e kryen një punë, shqip më i thonë, domethënë ki realisht një 5 antivlera me cilat kryhet një punë. E para është rishveti, e dyta dhuna apo kërcënimi me dhunë, e treta është lidhet politike apo familjare, lidhet politike, e katërta janë lidhet familjare, edhe pesta çuditërisht është dëmshëria ndaj ndaj fatkeqësie, për shembull. Çështo kryejnë punë. Çka krijon kjo? Kjo ta krijon një farë ofruesit shërbimeve, domthonë në kuptimin në pamjen e këtyre partive politike, që i përqafojnë, domthonë që i ofrojnë çdo shërbime. Siç thonë, kanë lidhet politike, bëjnë rishfet, bëjnë kërcënime, kanë edhe tragjedinë familjare, domthonë. Edhe secila punë domthonë i mirët komplet fati i qytetarit nuk varet më prej tij. Po për secilën punë duhet me shku te ky ofruesi shërbimeve për me ndërmjetësuar me pushtet, për me kryer për domthonë e ka shfuqizuar totalisht qytetarin në ndikimin e tij në jetën e vet. Domthonë edhe i ka fuqizuar këto qendrat e pushtetit prej komandantëve, rrugaçve politik deri te edhe liderët politik. Edhe të njëjtën kohë, domthonë këtë qytetar e ka dobësuar edhe më shumë me shkollim dopt, edhe domethënë me ofrimin e një pornografie politike, domethënë ku njerëzit përlahen me dramaticitetin më të madh për çështje totalisht parancishme, domethënë historike. E vetmja mënyrë, domethënë çush mundet me ndryshuar jeta në Kosovë është me u kthy pushtetit qytetarit mbi jetën e vet. E çush mundet me u kthy, domethënë çto 5 vlera duhen mos avancu me 2 vlera, të cilat një njeri i kontrollon komplet vet. Ato janë dia edhe puna. Nëse na krejt nëse na jetojmë në bazë të forcave tona, edhe nëse gjithë na shtyhemi me dije dhe me punë, jeni të sigurt që kemi krijuar një sinergji e një interesit përgjithshëm publik, sepse synimi i interesit privat, domthonë të secilit individ do ta prodhoj, domthonë një interes përbashkët domthonë publik, për arsye se gjithë po shtyhemi me dije edhe me punë. Kështu që qytetarët do duhet kërkojnë, sepse këtu duhet të jemi kritik me qytetarët, domosdoshmë. Këta politikanë, kjo strukturë politike është rezultati i tyre. Këto nuk ka pru as Amerika, as Evropa, as Rusia. Këto e kanë pru këta votues. E këta qytetarë duhet ta pyesin vetën thjesht. A dëshirojnë të jetën e tyre me u varë prej liderëve tillë politik, edhe me këshyrë se çdo 4 vjet me këshyrë me u lidh, me këshyra kemë ndaj kusheri që është këtë parti politike, mu shpërndo shpesh edhe familjet në për disa parti politike që më rujnë ndryshime të ndryshme, apo dëshirojnë që për jetën e tyre me vendos vet, mbos sa dojnë me mësu edhe sa dojnë me punu. Edhe çet mentalitet nëse muj me arrit, me e kriju apo me nxit në elektorat, unë mendoj që çaj është filli i ndryshimit politik i cili do ta krijojë kërkesën cilës duhet të përgjigjet domthonë në lëvizje e re politike. Për të thënë nuk e kemi lënë shumë, po më ne është dikush në mënyrë më të artikuluar, dikush në mënyrë pak më pak të artikuluar. Po për ide, pra partitë ekzistuese qartazi, i kemi po janë myt zonat e Vjos Osmanit, Mimoza Kusarit, Shpend Ahmetit, pra janë myt këta zonat njerëzve ndryshe që i shikojnë me simpati për njerëzve të ri dhe për njerëzve që kërkojnë ndryshim vendin tonë. Po një pyetje direkte, a do ta përkranit ju dy një ide të re, a do të ishit pjesë në ide të re,
sepse po përdoren shumë emra, nën komitet këtu historikisht jena angazhu për këtë ide të re. Berati ka shtru ju ka përmend vazhdimisht juve tonë kohën o marë ky me këtë temë. Pra, Lumira, këshim e përkrah një ide të re. Përkraja ka forma ndryshme. Pjesëmarrja është diçka tjetër dhe është pjesë e një momentumit politik saktum, cilin analizon, e merr parasysh edhe vendose për një vend. Përkraja, qoftë përmend të emra, këto janë njerëzit e një, po them, elite të re politike në Kosovë, e cila do të vjen shprehje herë do kur do. Pra janë njerëz të respektueshëm pa afera korruptive rreth vetit, me një imazh të mirë publik dhe me ide liberale dhe republikane, përgjithësi të paktën prej asaj që e kanë për thonë. Unë besoj se cila parti politike kish me pas nder me pas ta njerëz në partitë e tyre politike, e një lëvizje e re që i ka gjithë ta me një vend kish me qenë një mrekulli. A do t'i përkrahnit këto ide? Absolutisht. Po jo tash ti përkraja, po themi, është përkraja është Shëgjohën, vazhdimisht kom avoku për një ide të re politike, edhe për një afrim të njerëzve rreth një ide A ka më rreth të tilla, pra, bisedon dikush rreth kësaj ide? Ka diskutime generale, po nuk ka gjë praktike, ka më tepër flirtim me idenë se sa implementim të idesë, po është mirë që po flitet, mirë që po diskutohet mes njerëzve, unë besoj që këto diskutime duhet me qenë pjesë. Kësha pas dëshirë të ishim pjesë e secilës parti politike që ka, që t'i ruaj këto mekanizmat e mirë që i ka të shtërira në përdege, në përstruktura, mënyrë që më pas të bëhet një ndryshim e gjithëve, por këshin mirë që nëse ato janë të pamundurat, ketë një lindje të re të këtyre ideve në një, ato që po pajto me gjithë, pra në lëvizje të re domosdoshme politike, ose një ide të re politike. Po them edhe njëherë, ka më tepër në matje të preferencave, por mos të mashtrojmë askënd, nuk ka asgjë konkrete ose nuk ka asgjë të prekshme dhe vetëm momentumi i ri politik që po krijohet vazhdimisht që është shumë vibrant në Kosovë mundet me përcaktu dhe nuk duhet fundit mos habitemi, nuk duhet kohë që njerëz që kanë ide të njëjta, liberale, republikane, me marrë kohë për mi bo bashkë. Pra nuk ka këtu pazaret të nën tavolinave, ndamje të pozitave, ndamje të tenderave, të agjensive, ka vetëm afrim rreth një ideve të caktuar. Tu ish mangë gjithë politikës tradicionale që është bërë në Kosovë edhe lindjes një alternative të re që mundet më pranu mirë për qytetarët të Kosovës, por i cila merr kohë shumë derisa të vjen shprehje një mend për të thënë forë, sepse neve na ka kushtu shumë dy procese. E para bashkimi i LDK-s me PDK-n dhe e dyta mos transformimi i opozitës. Neve na kanë humbur paktën 2 mandate, një mandat në rastin më të mirë, 2 mandate në rastin më të keq, të një qeverisje me stilin e vjetër. Pra të jemi në bartin e kostove dhe si tillë duhet të sillemi. Unë mendoj që është nuk ka nevojë që të bëhet pyetja e përkrahni një ide tillë sepse realisht unë konsideroj veten dhe shumicën e rrethit tim bashkëmoshatorëve me njerëzve me cilë që jemi përfaqësues kësaj ideje. Kjo ide i përket kësaj gjenerate. Na jemi pjesëtar të kësaj gjenerate dhe kjo është ideja e kësaj gjenerate, është koha e kësaj gjenerate për të marrë përgjegjësi. Edhe pjesëtarët e kësaj gjenerate që i kanë rezistuar ofertave për poste, për dhurata politike, për poste politike, janë ata pjesëtarë të kësaj gjenerate që do ta jetësojnë këtë ide. Rendje dë që domethënë ata që janë aktivisht të kyçën politik, që mundohen, domethënë spori që brenda fushveprimit tyre ta realizojnë këtë ide, mirë po nëse ata nuk janë gjendje me bu, gjëja më e ndershme që do të ishte prej tyre është ta pranojnë këtë dështim në mënyrë që pastaj na krijojnë detyrimin gjithë neve tjerëve që nuk kemi qenë të kyçën politik për ta marrë domthon mundin për ta jetësuar këtë ide. Se e thash, për këtë ide politike të re, marrja me politik është barë shumë e rëndë sakrificë jetësore sepse nuk është politika siç është bërë tani, që është arritja në pushtet, mosbërja asgjë dhe marrja e kompenzimit. Për këtë gjenerat, domthon puna është ajo që do ta karakterizojë dhe zgjidhja e problemeve. Edhe mos harrojmë, shteti, kthimi i pushtetit te qytetari, me vendos për fatin e vet, me eliminu këta ndërmjetësues të kryerjes së punëve dhe secili duhet me u gjyku edhe me arrit rezultatin, domethënë në bazë të dëshirës vet me mësu edhe me punu. Kështu që për atë arsye unë për veti nuk e konsideroj veten që jam material i mirë për politikë sepse jam shumë i drejtë për drejtë, konsideroj domethënë për votuesin, ndonjëherë edhe pa qëllimshëm edhe domethënë shkaktoj
do në keq kuptime. Idetë nuk mungojnë. Jo, idetë nuk mungojnë, po për atë arsye deri më tani vetën e kam konsideruar si më të vlefshëm në ofrimin e ideve dhe përkrajës maksimale profesionale, domthonë në shtyrën e këtyre ideve. Mirë, po me ju thonë të drejtën, nëse del që askush mbetet pa e shtyr këtë ide, unë e di vetën edhe nuk më lëm veten me i pas diku 60-70 vjet nëse e kam gjithat atjet, domthonë për ta pasur merak jo. Për ta pasur merak domthonë që nuk kam bërë kur gjë, po nuk jam përgjigjur thirrje së gjeneratës së cilës i takoj. Kështu që mendoj që pyetja domthonë pjesëmarrja jonë në këtë gjeneratë është e natyrshme, edhe përfaqësimi këtyre ideve na vjen natyrshëm. Domthonë nuk kemi ne të bëjmë nevojë të bëjmë liberal para tuju se na jemi liberal 24 orë, domthonë, ashtu kemi lindur dhe për atë arsye është e parancishme kush do ta ecoj idenë mirë, po të jeni të sigurt që nuk ka ide cilës i vjen koha e cila mbetet pa vjetësuar. Djem faleminderit shumë që ketë në komitet. Faleminderit. Shikues nderuar, kaq për sonte. Me ne ishte Lumir Abdigjiku dhe Dastit Pallas. Kashimi javën e ardhshme.